Zyra e Regulatorit për Energji e ka konfirmuar për Radio Televizionin 21 se në muajin mars do të merret vendimi për tarifat e reja energjetike, të cilat do të hyjnë në fuqi në muajin prill. Zërej tha se aplikimet për të hyrat e lejuara nga operatorët dhe furnizuesit e licencuar pritet të dorëzohen gjatë muajit janar. Aktualisht, konsumatorët që shpenzojnë energji elektrike deri në 800 kW brenda një muaji paguajnë 9.05 cent për kilovat nga 7.79 cent sa ishte vitin e kaluar. Ndërkohë ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW brenda një muaji paguajnë 15.43 cent për kilovat nga 13.29 cent sa ishte vitin e kaluar. Ndërkohë nga muaji maj, konsumatorët e energjisë elektrike do të pranojnë faturat e tyre me tarifa të reja, të cilat pritet të hyjnë në fuqi në prill të vitit 2026. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë ka alarmuar se një numër i madh bizneseve po përballet me ndërprerje të shpeshta dhe të paplanifikuara të energjisë elektrike. Sipas një reagimi të dhomës, kjo po shkakton rritje të kostove operative, humbje në prodhim e rrezikim të vazhdueshëm të funksionimit. Në njoftim thuhet tutje se situata është vazhdimësi e rëndimit, duke shtuar se kjo po ndodh pas rritjes së çmimit të energjisë dhe dalje në treg të lirë. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka publikuar raportin Qeverisja e Mirë dhe sundimi i ligjit në programet e partive politike për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në bazë të këtij raporti, sipas IKD-s, asnjë nga programet politike të lëvizjes vetëvendosje, PDK-s, LDK-s dhe AAK-s nuk ofron një qasje gjithëpërfshirëse të strukturuar dhe të matshme për avancimin e qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit. Sipas IKD-s, vlerësimi për programet e partive politike është realizuar përmes 10 indikatorëve të ndarë në 2 shtylla kryesore që lidhen me qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit. Hulumtuesi në IKD, Gzim Shala, tha se bazuar në këta indikatorë dhe në pointimin e përgjithshëm prej 50 pikësh, AAK-ja renditet e para me 13 pikë, e pasuar nga LDK me 11 pikë, Lëvizja Vetëvendosje me 9 pikë, ndërsa PDK renditet e fundit me 6 pikë. Ndërkaq nisma socialdemokrate nuk është poentuar fare pasi e njëjta s'ka publikuar program qeverisës. Megjithatë, në kontekst të asaj që thamë edhe paraprakisht, është e rëndësishme me u theksu se këtu dallimet të partive politike janë relativisht të kufizuara dhe nuk nënkuptojnë se ndonjë program ofron zgjidhje të plot apo reformim të mirëfillt. Diferencimet reflektohen kryesisht në faktin se disa programe përmendin më shumë indikatorë se sa të tjerët e jo domosdoshmërisht kemi të bëjmë me një cilësi apo thellësi të qasjes programore të partive politike në programet e tyre. Sipas Shalës, në fushën e sundimit të ligjit, programet e partive politike nuk ofrojnë vizione të qarta për reformën në sistemin e drejtësisë. Madje ai thotë se vetingu në sistemin e drejtësisë nuk përmendet nga asnjëra prej 4 programeve të partive politike, ndonse ka pasur një diskutim të madh për këtë çështje. Në fushën e sundimit të ligjit, gjetjet janë edhe më shqetësuese. Programet nuk ofrojnë vizione të qarta për reformën në sistemin e drejtësisë. Çështje të rëndësishme si vetingu në drejtësi, lufta kundër korrupsion, integriteti në fushën e prokurimit publik, mbesin pothuajse jashtë trajtimit nga ana e programeve të partive politike. Edhe aty ku përmenden disa elemente, ato mbesin kryesisht në nivel deklarativ dhe pa strukturim të masave konkrete. Vetingu, për shembull, në sistemin e drejtësisë nuk përmendet nga asnjëra prej 4 programeve të partive politike. Duke u bazuar në këtë raport, drejtori ekzekutiv i IKD-s Ehat Miftaraj tha se partitë politike po përdorin këtë strategji për t'u ikur përgjegjësisë. Si duket kjo është strategjia e partive politike në mënyrë që me ik përgjegjësisë. Ne nesër nëse duam ta matim, si të themi, punën e tyre, nëse këto parti politike nesër vinë në pushtet, atëherë nëse matim me programe politike, mund të themi që nuk kanë obligime, sepse këto që përmenden në raport nuk janë në programe politike. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare mbahen më 28 dhjetor. Aktualisht partitë politike janë në ditën e 7 të fushatës zgjedhore.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa e ka gjobitur me 22.000 euro subjektin politik Lista Serbe për shkelje të kodit e etikës dhe mirësjelljes gjatë fushatës zgjedhore. 20.000 euro u gjobit pas ankesës së paraqitur nga subjekti politik Kosovski Savez, ndërsa 2.000 euro u gjobit pas ankesës së lëvizjes vetëvendosje. Në ankesën e Kosovski Savez, e cila u pranua si e bazuar nga PZAP-ja, thuhet që në komunën e Leposaviqit në disa lokacione të ndryshme, Lista Serbe ka vendosur materiale propagandistike në kundërshtim me ligjin. Për këto pretendime, Lista Serbe nuk ka dorëzuar përgjigjen ndaj ankesës. PZAP e ka vlerësuar si të bazuar ankesën e vetëvendosjes me arsyetimin se Lista Serbe ka shkelur sërish kodin e mirësjelljes për subjektet politike, mbështetësit e tyre dhe kandidatët gjatë zgjedhjeve që do të mbahen më 28 dhjetor 2025, duke vendosur një baner në hapësirën e jashtme të një objekti kolektiv të banimit në Mitrovic të Veriut. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shënuar 36 vjetorin e themelimit me një ceremoni solemne, ku kryetari i saj, Lumir Abdigjiku, tha se LDK për 3 dekada e gjysmë ka përfaqësuar guximin, qëndrueshmërinë dhe përkushtimin e palëkundur ndaj idealeve të lirisë, demokracisë dhe vetështetësisë, duke përcaktuar jo vetëm rrugën e saj politike, por edhe fatin e Kosovës dhe të gjithë kombit. Abdigjiku theksoi se për vjetori 36 është një moment reflektimi dhe ripërtritjeje të zotimit ndaj vlerave themelore të LDK-s, në një kohë kur sipas tij partia mban një përgjegjësi të veçantë për të ardhmen e vendit, sidomos në prag të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Janë 36 vjet guxim, qëndrueshmëri dhe përkushtim i palëkundur ndaj idealeve të lirisë, të demokracisë dhe vetështetësisë, një rrugtim historik që ka përcaktuar jo vetëm fatin e shtëpisë sonë të demokracisë, por fatin e vendit dhe gjithë kombit tonë. Këtë ditë, ndërsa jemi mbledhur për të festuar këtë moment historik, ne nderojmë trashëgiminë atyre që hodhën themelet e kësaj lëvizje të madhe, siç dhe reflektojmë për rrugën e gjatë e të lodhshme gjithsesi të papërsëritshme që kemi përshkruar për 36 vjet rresht. Dhe lindja e LDK-s ishte lindje e aspiratave të artikuluara politike për liri, për pavarësi, për demokraci. Ishte lindje përpjekjes sonë kolektive për jetë të lirë, të dinjitetshme, të pavarur në shtetin e Kosovës. Kauzat tona ishin kauzat të një shteti të lirë, të pavarur, e sovran, e të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe me miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në shërbim të kësaj kauze, LDK u vendos përballë frymave populiste, përdoruese e keqpërdoruese, që Kosovën e shndruan një rrallëherë në fushë betejë të papërgjegjësisë politike, çmimet e së cilës i paguajnë në veçantë sot. Naftëtarët sërish janë ankuar lidhur me vendimin për marzhën e fitimit me shumicë 2 cent, me pakicë 12 cent, duke thënë se Kosova ka çmimet më të lira, por edhe çmime jashtë normës që janë shumë të lira. Kështu u tha në kuvendin e shoqatës së naftëtarëve të Kosovës, ku u diskutua raporti i punës së shoqatës për vitin 2025, si dhe çështje të tjera me rëndësi për sektorin e naftës. Kryetari i shoqatës së naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani, tha se sa i përket çështjes së naftës është kryer. Përfaqësuesi i sektorit të naftës, Agim Beluli, tregoi pse lëvizin çmimet e naftës. Ky vendim është i dëmshëm, ky vendim po na dëmton. Ne gjithherë jemi anku, kemi kërku që ky vendim mos të aprovohet, mos shtihet në fuqi, sepse Kosova, gazetar të nderuar, është më e lira në regjion me çmimet naftës dhe benzinës. Dhe mund po më mërmendja që nuk ka vle këso vendimi të shtyhet, të procedohet dhe bizneset të dëmtohen. Republika e Kosovës më në fund e kisha thonë që është me çmimet më të lira dhe njerë në region. Kjo është realiteti dhe kjo është puna e naftarve të cilën e kam bu, po mesin tonë, ka edhe çmime që nuk ja vlen çfarë çmime janë duke ardhur në treg, çmime jashtë normës, çmime shumë të lira, që ato çmime janë të dëmshme, se di se si mund të mbijeton një biznes nëse ka çast çmime sot. Për shembull, dy koleg ka ardhur te Xhilani, thatë se çmimi është 1 euro 6 cent,
me pakic, 1.05 me pakic, ndërsa me u furnizu sot është 1.01. Do të thotë, si mundet të mbijetoj një pikë karburanti me 4 cent. Vetëm 272 raste të dhunës në shkolla janë raportuar nga vetë institucionet arsimore brenda periudhës së viteve 2014-2024. Ndërka që në realitet si raste të trajtuara nga policia e Kosovës kanë qenë mbi 5.000 raste, ka njoftuar avokati i popullit në konferencën e fundvitit. Në publikimin e raportit vjetor, drejtuesi i institucionit Naim Qela i tha se kjo mos përputhje është një nga problematikat kryesore vjetore sa i përket të drejtave të fëmijëve. Raportet që ne kemi publiku të regojnë një prezencë të shtuar të dhunës shkolla, si mes moshatarëve ashtu dhe mes nxënësve dhe stafit mësimor. Është shqetësuese fakti që shkollat nuk i raportojnë rastet, dhe për me e konstatu këtë fakt po e jap vetëm një dhënë. Sipas të dhënave nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për vitin 2014-2024, pra për 10 vite, shkollat kanë raportu 272 raste të dhunës në shkolla, ndërsa sipas policisë, të dhënat për periudhën e njëjtë janë regjistru 5.652 raste. Dhe një shpërputhje kaq e madhe e të dhënave dhe statistikave, unë besoj që tregon seriozitetin e situatës dhe nevojën që mënyrë urgjente Ministria e Arsimit, shkollat me ndërhy në marrjen e masave. Gjykata në Hagë ka refuzuar kërkesën e mbrojtjes së Kadri Veselit për lirim të përkohshëm dhe ka urdhëruar vazhdimin e paraburgimit të tij në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara në Hagë. Në vendimin e marrë nga gjykata, arsyeja e refuzimit është se ekziston rreziku që ai të pengojë rrjedhën e procedurës gjyqësore, si dhe ekziston rreziku për kryerje të veprave tjera penale, veçanërisht ndaj dëshmitarëve apo personave të lidhur me rastin. Gjykata vlerësoi se mbyllja e rastit nga prokuroria nuk përbën ndryshim thelbësor të rrethanave që do ta justifikonte lirimin e tij. Në vendimin e gjykatës tutje thuhet se asnjë masë alternative përfshirë arrestin shtëpiak apo mbikëqyrjen nga policia e Kosovës nuk është e mjaftueshme për të zvogëluar këto rreziqe. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka njoftuar se të mërkurën është paralajmëruar një blokadë rrugës nga banorët lokal në segmentin rrugor të fshatit Kastrat të Kurshumlisë së Serbisë. Nga Qendra për Menaxhim Kufitar u është bërë thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë rrugë të tjera me qëllim të evitimit të pengesave në rrugë.